Pra ju mendoni se e vetmja mënyrë për të rrëzuar këtë kast politike nuk është vota, por është spaku? Absolutisht po. Absolutisht po. Këta kanë bërë krime të mëdha, mos zotëri. Ora kanë bërë krime që nuk ngrihen, nuk ka peshë që t'i peshojë. Dhe këta vazhdojnë në dalë në gënjejnë tani ditën për diell, thot ai do bëjmë atë, do bëjmë këtë. Ma epni dhe njerë mua, thot ky gorilla i gjatë, ma epni dhe njerë pushtetin mua ju, thot se do të shpjen në Evropën në 2027. Ora që deri këtu kanë arritur shqiptarë sa të mos i donore me këtë tallësi. Kush e ti që do në japësh pasaport amerikane, ashtu pasaport evropiane. Kush e ti mund, nga ti e ke ndorë? Kush të pyet ty? Ty s'të pret një se vjen një ambasador në zyrë. Ti nuk ke një marrëdhënie me ti vetëm lajt thaj atë Giorgia Melonin, atë italiankën, që dhe ajo për vetë saj ka këmbë të sapun të lagët atje ku është. Si komentoni takimet në Kret dhe në Athinë të Edi Ramës me migrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje? A shqetësohet vërtet për problemet e migrantëve Edi Rama, apo e bën thjesht për propagandë? Është thjesht propagandë, se këta unë ta kam thënë, po e them prapë në mënyrë të përsëritur, këta janë mjeshtrat e propagandës. Nuk ka si këta për propagandë dhe për mashtrim. Dhe gënjejnë aq shumë, dhe thonë gënjeshtra aq të mëdha sa bëhen të besueshme. Janë me teorinë e Goebbelsit. Sa më madhe të jetë gënjeshtra, aq më e besueshme është. Dhe pikërisht këtë bëjnë. Shqiptarët janë, nëse na ndjekin, shqiptarët e diasporës, sidomos shqiptarët që janë në Greqi dhe në Greqi, mirë them, në gjitha zonat e Greqisë, duhet të më dëgjojnë dhe ta besojnë këtë që u them, që nuk do bëhet zgjedhje, ai nuk interesohet as pak për ata, se po të qesë do interesoj për ata, nuk do kishte bërë këtë krim me përmasa kolosale të përzënjes e 1 milion shqiptarëve gjatë periudhës që ky ishte në pushtet. Pra, vazhdon të mashtroj shqiptarët me djersin e shqiptarëve, me milionat e shqiptarëve del dhe bën xhiro, bën turizm në Greqi, në Itali, kujto qefi, se s'ka kush i thot çfarë po bën. Për arsye sepse ajo që duhet ta ndalonte dhe ta frenonte dhe ta kundërshtonte, opozita është ndarë në 4 pjesë, që s'është opozita, s'ka bërë ndonjëherë opozit, as është opozit. Thjesht ka parë interesat e saj dhe bizneset e saj, por në asnjë mënyrë s'ka bërë opozit të mirëfill për interesat kombëtare dhe shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Athina se Greqia do duhet heq ligjin e luftës. Çfarë ka bërë Edi Rama në 12 vite për të bindur Greqinë që ta heq ligjin e luftës? Atë ka thënë konsum propagandistik, siç bëjnë gjithmonë, se ai gënjen. Se grekët nuk e afrojnë as te dera, po që se do ai morë me gjitha se nuk e ka parlamentet. E priti njëri nga shteti grek, nga qeveria greke? A e priti kush? Asnjë. Asnjë. Atëre për kë vajti? Vate Ece Hajde Sulejmani tha sa e bëri mik dhe qëni. Edi Rama vete e vjen bën xhiro se si kryeministër dhe si kryetar qeverie dhe si përfaqësues i shtetit shqiptar nuk e avar njëri. S'ka kurajo ai të thot atyre keni bërë genocid në Qamëri. Nuk ka kurajo të thot hiqni ligjin e luftës. Nuk ka kurajo të thot që ne do sillemi me minoritetin tuaj këtu si po silleni ju me minoritetin çam. Nuk ka kurajo që të thot që ju i keni tallur dhe shpërgjuar dhe shkelur në përkëmbur shqiptarët për 30 vjet rresht. Sa është trim. Thjesht vete u lëpihet atyre, amani u thot më mbështesni ju që këta emigrantët që janë në Greqi të votojnë për Edi Ramën, nëse se mendon që do votohet, do bëjë zgjedhje. Nuk do bën zgjedhje. Dhe thjesht të thash, janë janë xhiro turistike që bën me shpurën e tij, ku do të vete i merr me vete punojësit e bashkive. I merr dhe i thon Athina që do të bëni tipozllëk për mua brohoristi. Këtë bën. Bëjnë dhe ata tjerët kur dalin në përfushata. Tani ata s'dalin më se janë bërë kashte koqja ata, u bën 4 pjesë ata. Vajtin në Oregjin ata, PD-ja vajtin në Oregjin. Kemi 4 PD tani. Daj tallet ky. Se po të kishte PD-ja, të kishte mbështetur të djathtë, të kishte mbështetur të përndjekurit politik, të kishte mbështetur të dhunuarit e diktaturës, nuk do që kështu Shqipëria. Do që bërë Shqipëria me kohë.
po këta u kujdesen në mënyrë të veçantë është kujdesur Sali Berisha që të bllokojë zërin e të përndjekurve politik. Do me thënë, atë detyrë mori dhe atë detyrë i ka vënë vetes dhe i realizoi në mënyrë perfekte. Të përndjekurit politik janë të vdekurit pa mbuluar zotëri. Janë të tradhtuar nga i Sali Berisha. Çfarë loje po luan Edi Rama dhe Sali Berisha me grekët, duke qenë se Rama përpiqet që të afrojë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi për të marrë votën, nga ana tjetër Berisha ka nxjerrë në sipërfaqe idenë e tij se do të zgjidh një herë mirë çështjen e detit me Greqinë nëse vjen në pushtet. Çap me këtë hallet ai. Ore, emigrantët nuk janë budolle që të gënjej Sali Berisha. Këtë det do nxjerrë në sipërfaqe. Pa të na thot njerëz se nuk po na thot. Ai s'ka pranuar njerëz që e shiti detin ose e fali. Me këtë hallet ai. Tamam, po thash, ore, një shkollë kanë bërë këta, kanë bërë Institutin Marksist-Leninist të drejtuar nga Nezmi Hoxha. Këta vetëm gënjejnë, vetëm mashtrojnë, vetëm tallen me shqiptarët, miru a bëjnë se u gjilë kokën, e u bën kapellën, po jo të tërve na gënjejnë, s'na gënjejnë do të tërve. Sepse duhet ta marrë vesh shqiptarët që problemin e naftës në det, në 2009, në një artikull që kam bërë tek Gazeta Sot, deri ku do vi kufiri me Greqinë, zoti kryeministër, jam unë i pari që e kam nxjerrë në dritë problemin e naftës, se të tërë diskutonin, jo nuk ka thellësi tragete, që nuk ka peshkim, jo budallë që kësaj natyre i largoheshin të vërtetës. Unë thash që këtu bëhet fjalë për naftën. Dhe menduan këta që, nga mëse ka ikur në mëte kokës ky. Jo me s'kisha ikur në mëte kokës, u vërtetua ka të Cipërisë që ata e kërkojnë atë pjesë për naftën. Dhe do t'i marrën të keqen. Sa të jetë Amerika në këmbë në këtë botë, në këtë planet, ata nuk do puthin as detin, as tokën, do ta dorëzojnë vetë si djemë të mirë dhe çamërin, do kthejnë çamët në pjesën e tyre, në tokën e tyre, ka mbaruar ajo punë. Më mirë vonë se kurrë. Kryeministri Edi Rama u tha shqiptarëve në Greqi se nuk kanë pse duan dhe nuk ju hyn në punë pasaporta e Grekut, sepse në 2027 është ai që do t'u jap pasaportën e Bashkimit Evropian. A mendoni se do të arrijë një gjë të tillë? Por nuk do bëjë zgjedhje fare, do arrestohet Edi Rama. Por nuk do bëjnë zgjedhje, do bëjnë arrestime tani deri në datën 15 fillojnë dhe mbarojnë arrestimet e nomenklaturës së lartë, qoftë të PD-s, qoftë të PS-s. Dhe ai bluan ujë në Havan, themi ande nga anët tona, se s'ka gjë në dorë. Çka ka në dorë ai mo? Po mi mo ata që rrinë atje afër dhe dëgjojnë, nuk i thonë ore si do t'i bësh ti këto pasaporta evropiane të 2027. Si do t'i bësh mekanizmin? Kush të mbështet, kush të pranon? Po ai nuk ka të konsoliduar atë jetën dhe ligjërimin e jetës së emigrantëve atje. Po këta pas kanë bërë dhe një tjetër që unë sot e mora vesh, nuk e dija, që pas kanë vënë job për të gjithë shqiptarët që kalojnë më tepër se 15 ditë apo një muaj kur vinë në Shqipëri, emigrantët. Kjo është e pa dëgjuar.